një deklaratë që ju keni bërë ditën e sotme nga Partia Demokratike përpara se të shkojmë tek kriza që ka pllakosur vendin. Konkretisht ju keni folur për negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, të cilat tashmë janë futur në një fazë frenimi. Konkretisht, mund bëjmë një analizë më konkrete të asaj çfarë ju keni folur ditën e sotme dhe se si e keni parë në gjykimin tuaj? Po tashmë është publike, edhe pse u tentu nga ana e qeverisë dhe kryeministrit Rama të fshihej si fakt, është publike tashmë reagimi i 9 vendeve të Bashkimit Evropian, të cilët kanë thënë jo integrimit, procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe ka qenë një jo e justifikuar në fakt me situatën reale të Shqipërisë, të proceseve demokratike në Shqipëri, të institucioneve në Shqipëri dhe të zhvillimeve të fundit politike të cilat kanë parë skandalet e një pas njëshme madhore të kësaj qeverisje, të cilat jo vetëm nuk janë parandaluar, por kanë parë dhe të përfshirë kryeministrin Rama dhe këtë mazhorancë në mbrojtje të hapur ndaj personave të akuzuar drejt për korrupsion, duke përdor forcën e kartonave për të frenu dhe për të bloku institucionet e drejtësisë në hetimin e këtyre aferave korruptive. Gjë që të çon të mendosh absolutisht edhe përtej fakteve konkrete që i përfshirë në këto afera madhore korruptive është direkt kryeministri Rama. Dhe sigurisht në një klim të tillë, në një situatë të tillë, Bashkimi Evropian është jashtëzakonisht i vëmendshëm. Janë tashmë jo pak po 9 vende të Bashkimit Evropian të cilët janë shprehur kundër apo kanë stopuar. Çfarë kanë vendosur për Malin e Zias, kemi qenë të dyja paralelisht. Është për të ardhur keq. Është shumë për të ardhur keq, është për hir të vërtetës është një situatë e cila të cilën do ta bujnë në kurriz të gjithë qytetarët shqiptar, për të cilën për hir të vërtetës opozita shqiptare ka ngritur zërin fuqishëm, u dinte që do të arrinim në këtë pikë, pikërisht fal pa përgjegjshmërisë Edi Ramës, qeverisë tij dhe përdorimit të institucioneve të kapura tashmë shtetërore shqiptare në mbrojtje të korrupsionit dhe aferave të tyre. Në fakt, kryeministri është përpjekur ta justifikojë bllokimin e këtij procesi të integrimit, ku gjatë një takimi ai ka zgjedhur të luajë rolin e viktimës, duke thënë se ne jemi një popull i vogël dhe duhej që edhe të tjerët na shohin me sy të mirë në këtë rast. Pra, ka gjetur gjithmonë një gjë për ta justifikuar veten sa herë që edhe raportet kanë qenë të nxjera apo kanë qenë negative, asnjëherë nuk kemi marrë qasjen që duhej të kishte, me sa duket edhe këtë herë e ka gjetur mënyrën se si të Shiko, nuk është çështja tek gjetja mënyrës justifikimeve të Edi Ramës, pasi tashmë këta janë bërë një klishe e pa justifikueshme, gati e neveritshme tashmë, por faktet flasin qartë, janë aty. Në fakt ka qenë ky qendrim i këtyre vendeve të Bashkimit Evropian ka qenë një qendrim i qartë kundër modelit që ka zgjedhur Edi Rama dhe qeverisja e tij. E kemi thënë ja pa shqetësim fakt që mënyra me të cilën Edi Rama zgjodhi të përballej me problemin Balluku, me aferën Balluku, do të çonte pashmangshmërisht në reagim të opinionit jo vetëm vendas, por edhe atij ndërkombëtar. Nuk mund të pranohet Shqipëria një vend në zemër të Europës, një vend me një shtet të kthyer në mbrojtësin kryesor të korrupsionit, ashtu siç nuk mund të pranohet kurrësi Shqipëria me një qeverisje e cila qartazi është faktuar tashmë përfshirë në jo vetëm në afera korruptive, por edhe në trafiqe nga më të rëndat kriminale. Shqipëria tashmë është kthyer edhe në sytë e ndërkombëtarëve me fakte në një vend qendër e trafikimit jo vetëm të drogave të lehta siç janë kanabisi, por edhe të drogave të forta, të cilat trafikohen nëpërmjet rrugëve të trafikimin nga Amerika Latine drejt Shqipërisë dhe për të shpërndarë pastaj në vendet e Bashkimit Evropian, që është kthyer në një problem serioz edhe për këto vende. Sfundmi kishte në vazhdim e disa reagimeve të gazetarisë investigative të vendit të fshqinjtë tonit Itali. Kishte edhe një dokumentar i cili faktonte përfshirjen e qeverisë dhe zyrtarëve më të lartë, jo vetëm në mbrojtjen e aferës Balluku, por edhe në përfshirjen e qeveritarëve tanë, e kryeministrit Rama në trafikun e kokainës, ku përmendej me fakte konkrete kapja e portës së kryesore të portit të Durrësit në një qendër
trafikimit të drogave të forta nga vendet e Amerikës Latine drejt Durrësit dhe pastaj shpërndarjes drejt vendeve të Europës. Ka sigurisht është kthyer në një problem serioz edhe për Italinë dhe për vendet e tjera të Europës.